Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ja ku fiton Bigun sipas Harbër Ajdarit. Sezoni i Bigut po afrohet me finalen e madhe dhe pyetja që po dominon diskutimet mes publikut mbetet e njëjtë. Kush do të shpallet fituesi i këtij edicioni? Kësaj dileme i është përgjigjur me humor edhe opinionisti i programit Harbër Hajdari gjatë një interviste të fundit, ku pyet drejt për emrin e fituesit të mundshëm. Gjatë bisedës, moderatori e vendosi në sprov me pyetjen: kush e fiton Bigun? Duke pritur një përgjigje mes finalistëve që po dominojnë lojën këtë sezon. Por Harbër Hajdari zgjodhi ta anashkalojë seriozisht pyetjen, duke sjellë një moment humori në studio. Ai përmendi me batutë emrin e koleges së tij në panel, opinionistes Monika Kryemadhi, duke thënë: "E fiton Monika", gjë që shkaktoi të qeshura të menjëhershme mes të pranishmëve. Edhe pse pyetja për fituesin mbetet pa një përgjigje konkrete, opinionisti vijon të theksojë se gara është ende e hapur dhe çdo finalist ka shanset e tij për të shkuar deri në fund. Finalja e Bigut pritet të sjellë emocione të forta dhe një përballje të ngushtë mes banorëve që kanë mbetur në lojë, ndërsa publiku po pret me padurim të mësojë emrin e fituesit të këtij edicioni.